27 vite që nga protestat që përmbysën komunizmin më zhdukur protesta më madhështore, në pjesëmarrje dhe në entuziazëm ka kujtuar entuziazmin e atyre ditëve. Pse ndodh kjo? Për mendimin tim ndodh sepse qëllimet e protestës kanë tejkaluar qëllimet e çdo partie politike, janë më të mëdha se çdo parti politike. Janë qëllimet e qytetarëve shqiptar. Janë idealet e tyre për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe kjo i ka bashkuar shqiptarët në bashkimin më të madh popullor 27 vite. Dhe kjo përcakton dhe vendosmërinë për të qëndruar siç po qëndrojmë këtu 10 orë dhe për të vazhduar për të qëndruar derisa të realizojmë kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Vendimi që morëm sot është qeveri teknike për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ky në fakt është një vendim që e ka marrë vetë qeveria, e ka marrë vetë kryeministri, i cili ka asgjësuar të gjithë instrumentat për zgjedhje të lira dhe të ndershme, duke përfshirë dhe reformën zgjedhore. Pra nuk ka lënë absolutisht asnjë hapësirë, asnjë mundësi institucionale për të siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Çfarë do të mbjellësh do të korrësh. Po mbolle krim, korrupsion, drog, arrogancë, padrejtësi, do të korrësh zemratën dhe bashkimin e qytetarëve për ta larguar këtë qeveri dhe për të bërë zgjedhje të lira dhe të ndershme vetëm me një qeveri teknike që i garanton ato. Kur bashkohen qytetarët nuk ka forcë qeveritare apo kriminale që t'i bëjë ballë. Sot shqiptarët kanë treguar se janë të bashkuar përtej ndasive politike për të siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe ky nuk është një qëllim i Lulzim Bashës. Nuk është qëllim vetëm i Partisë Demokratike. Është qëllim i çdo qytetari shqiptar.